flet për atë që ka ndodhur me pensionet. Pensionet që nga viti 2013 janë më shumë se sa dyfishuar. Ne morëm në vitin 2013 situatën që pensionet ishin 86 euro, ndërsa në vitin 2025 pensioni mesatar e kam fjalën, pensionet janë 189 euro. E dëgjuat? E para ka të bëjë me atë trukun që fola pak më lartë. Atë të konvertimit të shifrave në euro. Ky është truku. Për shumë, nëse unë merja pagesë nga shteti, pra unë jam pensionist, e zëm në 2013 merja pension prej 14.000 lekësh. Dhe edhe sot, në 2026, unë marrë një pension po 14.000 lekë. Nëse e konvertoj me euro, që bëjnë ta, del që në 2013, unë merja 100 euro. Ndërsa sot, marrë 150 euro. Pavarësisht se mua praktikisht pagesa më ka mbetur po një lloj. Pagesa më ka mbetur matematikisht identike. Se unë jam shqiptar, më zotëri. Unë pagesën e marrë në lek, sepse shpenzimet e mia kam në lek, kursimet e mia kam në lek, pagesën time e marrë në lek. Pra propaganda e kthe në interes të vetë dhe do më thot mua, pensionistit, zoti Soko, falë qeverisje son të mirë, ty të është rritur pagesa e pensionit me 50%. Nga 100 euro që merr në 2013, falë vëmendje son si qeveri, që duhet na kesh për nder, duhet na japësh votën, ti sot me 150 euro. Si më marritët? Po unë 120.000 lekë merja dje, në 2013, 120.000 lekë marë sot. Si marritët? Ku marritët? Se këtë luni menç. Ky është truku. Se ajo thot që në 2013 merje 100 euro. Aje 120.000 lekë që jot ishte 100 euro. Tani në 2026, 120.000 lekë që jot është 150 euro. Po ai nga xhepi vet, nga xhepi qeverisë ndërkohë, kanë zgjedhur vetëm 140.000 lekë sistematikisht, as është kujtuar për mua, më ka lënë me të njëjtën pagesë gjithë kohën.